Familjarët e shtetasit të vënën pranga pas operacionit Kurthi ndodhur në datën 15 gusht, shpjegojnë për Ora News se emri i vërtet i Besnik Çokës, i arrestuar nga policia, është Hekuran Vata. Në një intervistë për Ora News ata thonë se ai nuk ka asnjë lidhje me personin e shumë kërkuar. Me datën 15 na kanë arrestuar vllajën e Rinës, duke ikur për Angli. Ky nuk është personi Besnik Çoka, por është Hekuran Vata. Ai ka 5 vëllezër, më i madhi jam unë. Edhe ne janë me pasoja. Për ne, si na të vëram shpirtrisht. Na ka vdek nana. Kena qanë nanën, ka kështi të qajnë vllajt. Për zgjallë. Vllai të ndaluarit Ahmet Vata tregon se Hekurani, i regjistruar në shtetin anglez me emër Besnik Morina, si shtetas kosovar, ka hyrë në Shqipëri pas vdekjes së të amës. Ai pretendon se ka një gabim në arrestimin e tij dhe se është në pritje të analizave të ADN-s. Kur tjerët 5 vëllezër shkojmë dhe i deklarojmë që ky është vllai jon, ata thonë është Besnik Çoka. Edhe ky është. Kanë marrë një dëshmitar të ish atij të njeri që është ka vdekur, edhe kanë pa që ky kanë deklaruar që ky është Besnik Çoka. Ndërkohë, pas denoncimit në Ora News, burime nga policia bën mbi dije se shtetasi ndaluar me emrin Besnik Morina, e që pretendohet të jetë Besnik Çoka, është lënë në burg pa afat. Burimet saktësojnë se edhe nëse pretendimet e familjarëve provohen, i ndaluari do të vihet përballë akuzës së falsifikimit të dokumentave për marrjen e një identiteti të rrem.